Përbes këto mesazhet e Dejonës më vjen marrë mi lexu. Ky i përparimit ke? Ja, ato me mi edhe me clowns edhe me çka kishte përmendë narkotik, mu vjen turp me lexu, vjen turp që jetoj që në shtetin e Kosovës 2026 një person që nuk e din kërkush çfarë pozite ka, hyn del në për qeveri, merr pjesë në tenderat kekut, në për WhatsApp-a, në punësimet kryeshefave të institucioneve publike, shumë mesazhat e tilla përbes, mu vjen turp, po nuk ka me zgjat kjo kohë shumë, pjo të premtoj. Nuk e di që kemi mbërri në këtë kohë dhe është e dhëmshme që kemi mbërri në këtë kohë që një person i tillë me fol, me eksigjue. Po një për arsye pse komin politikë është pikërisht me i luftu qëta njerës. Tash është pak e çuditshme normal që ka që 4 ditë 5 që kryetari i komunës të Prishtinës, i cili është kandidu nga Lidha Demokratike e Kosovës, i cili e ka mbështet Lidhën Demokratike të Kosovës në këtë zgjedhje, është lënë vetëm në këtë betejë me lëvizjen vetëvendosje. Lidha Demokratike e Kosovës nuk e ka shkruar asnjë fjalë zyrtare për këtë gjë. Pra për kryetarin e komunës të saj. Për kryetarin e komunës më të madhe të Kosovës, që me bë bashkë sa mi fitu një 6-7 komuna tjera të Kosovës pa asnjë problem. Dhe nuk e ka bë asnjë fjalë. Mirë, po eksponent të Lidhës Demokratike të Kosovës i kanë dalë në fjalë në mënyra të tërthorta kundër Përparim Ramës, ndërsa figura shumë të rënda në për video në Facebook po ankohen që po shkohen statuse për lajka. Ato ankesa nuk janë për mua, po statusa për lajka po ankohen për Përparim Ramën, se për merr ka 17.000-18.000 lajka. Dhe tash, çka i bjen kjo normal? Çka i bjen kjo? Çka i bjen kjo përpos asaj që e thash në fillim? Ty ik prej Përparimit, po shkojnë të Albini. Ty ik prej Abdullahit e Arbenit, po shkojnë të Albini. Pra, nuk e ka Lidha Demokratike e Kosovës, momentalisht, koalicion me LDK, me PDK, me VVN, nuk e ka interes nacional, e ka interes individual politik. Çkaq, dhe kjo